Falënderit, nderuar kryesues, nderuar kryeministër, ministër, kolegë dhe kolege deputet të nderuar. Ndjeni që të bashkangjitë e murimit për veteranët, ditës veteranëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, debati sot pa dyshim ndër debatet më të rëndësishme nga se po flasim për pjesën, për shtresën e popullsisë e cila ka kontribuar më së shumti për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi, për ata djemë dhe ata vajza të cilët ishin të gatshëm të sakrifikojnë edhe me jetën e tyre për lirinë dhe pavarësinë që ne e gëzojmë sot. Duke pas parasysh kontributin dhe sakrificën e tyre, unë mendoj që me këtë ligj më shumë nuk i bëj mirë atyne se sa që i bëj mirë. Kjo për faktin se një djalë dhe një vajzë i cili ka qenë i gatshëm ta sakrifikojë jetën, të paguhet për atë, unë nuk pajtohem me këtë. Unë mendoj që veteranët e ushtrisë kombëtare të Kosovës nuk duhet të paguhen, ata duhet të shpërblehen. Për faktin se kanë dhënë shumë. Dhe kur jemi te pagesa, unë mendoj që edhe këto pensione të cilat janë kategorizuar në 3 kategori, jo vetëm që nuk e mbulojnë nevojat e tyre për jetë, por në anën tjetër e fyn luftën dhe që kauzën e tyre për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendit. Një djalë i ri apo një vajzë e re ka nevojë nga veteranë, jemi po flasim për ta, ka nevojë për punësim mirëfill dhe ai të privilegjuar prej të tjerëve. Do të shteti duhet të jap beneficione veteranëve në punësim, të kenë punësim vërtet meritor, por jo të marrin paga duke ndajtur. Ne dimë që një pjesë e mirë e veteranëve janë të punësuar dhe këtë rast ligji ka paraqë 50% për ata që janë të punësuar të marrin 50% të pensionit. Unë si deputet fillimisht jam kundër pensioneve edhe për deputet pensione suplementare. Jam kundër edhe pagës përjetshme presidentit, kryetarit gjykatës kushtetuese dhe ministrit dhe gjithë zyrtarëve të lartë. Këtë arsye kam dhe drejtën morale të thënë se jam kundër atyre pensioneve, nga se prapo kthe veteranët duhet të shpërblehen më shumë se çdo tjetër. Nëse dikush pas luftës e meriton të shpërblehet më shumë, janë veteranët e ushtrisë kombëtare të Kosovës dhe jo të paguhen ata, nga se ne me këtë formë, me pagesat e tyre, apo si është definuar në ligj, me pensione të veteranëve, ne po krijojmë një shoqëri parazite, nga sa ata që janë të punuar, duke punuar i marrin edhe 50% pension, ndërsa ata që nuk punojnë e marrin pagën pa punuar fare. Mendoj që nuk pajtohem me këtë pikë për faktin se kjo është hyrje për luftën e tyre të shtrejtë që kanë dhënë ata duhet të shpërblehen shumë më shumë se kjo pagë, të japet hapësira të ndryshme, shteti duhet mendoj për ta, qoftë në punësim, parazitë të tjerëve për shkak kontributit, qoftë shkollim nëse ka nevojë, ndërsa ata që janë të moshuar, të normal të marrin pensionet e tyre. Unë mendoj që janë dy faktorë të cilët e dëmtojnë këtë kategori vërtet që kanë shumë për këtë liri. Rahat parë janë ligj që përmend të lista e egzageruar, lista e madhe veteranëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, të cilët pa dyshim ne kanë një jetë keq vetë neve, nga se është një numër të i egzageruar që e dim të gjithë dhe është përfolur shumë për fatkeqësisht kur se ka marrë guximin të ato listë. Dhe faktori dytë tjetër që i dëmton këta janë edhe shumë shokë të tyre milioner të pasluftës. Mos harrojmë se mbi 4-5 ushtrisë kombëtare të Kosovës kanë bërë vetvrasje pas luftës Kosovë për shkak gjendjes së rëndë ekonomike, ndërsa disa shokë të tyre sot i kanë milionat. Për atë arsye, unë mendoj që në radhë të parë duhet të fokusohemi në këtë pikë që ta privilegjojmë dhe ta shpërblejmë dhe jo asesi t'i paguajmë dhe të krijojmë shoqëri parazitare. E dyta, vetë projekti ka defektet e veta për faktin se ka bërë një kategorizim ku përfshihet veterani i ushtrisë kombëtare të Kosovës nga viti 1991. Ne gjithë e dimë vitin 1991 që nuk ka pasur ushtrisë kombëtare të Kosovës pa publikisht, nëse dikush e din mirë. E dyta, ajo që unë e kam, nëse të shërojmë të përfshijmë gjithë aktivistat për lirinë e pavarësinë e vendit, atër janë shumë, janë studentat e viteve 90 dhe gjithë të tjerët. Prandaj, unë mendoj që në dy fusha mund t'i kontribuojmë kësaj kategorie. Këto mjete të cilat dohen për veteranët, të destinohen për familjet e dëshmorëve, për familjet e invalidëve, për familjet atyre veteranëve që kanë dhënë jetën mas luftës, që kanë bërë vetvrasje mas luftës, që kanë dhënë jetima mas vetit, dhe me këto mjete t'i ndihmojmë ata ndërsa veteranëve të cilët janë shëndosur si molla, mos t'i bëjmë parazit, por t'ju japi mundësi të reja. Në radhë parë punësim, kush do në të shkollim, por ata të moshuarit pensionim. Falënderit.